largohen nga Tuzi. E kam pikë do për Tuzin. Vazhdimisht kemi shkuar atje dhe kam njerëz atje. Kam njerëz edhe vërtet jam shumë e lidhur. Po. Vizita e fundit ishte në Tërgaj, në familjen Berishaj, ku ne realizuam te Zev Berisha një intervistë shumë bukur. Ai vinte nga Amerika për të qenë pjesë e procesit të pjekjes rakis. Nuk e kishte për treg, por vetëm thjesht traditat e parëve të tij ta përcillte pra shkëputi nga punët e shumta që kishte atje. Dhe vinte për të parë thjesht pjekjen e rakis. Dhe është një proces shumë i vështirë ky. Po, shumë i vështirë. Edhe kërkon shumë angazhim. Unë mbaj mend dikur e piqte gjyshi, edhe kishte atë kazanin, ato fuqia të mëdha. Vërtet më sjell kujtime shumë bukura kjo pjekja e rakis. Po shpresoj se unë se pi fare rakim, po çrëndsi ka kjo. Po, kështu në një. Ja. Për ta kthyer për fes, apo jo, s'nova asnjëherë. Qëndroj tek vera. Vërtet? Vetëm tek vera. Po me kujdes, verë më i bukuroshe se të hedh qofshe më qofshe. Mirë, dhe ne kemi përgatitur dhe një kartolin tjetër në Tuzë. E kemi realizuar në ambientet e kuvendit komunal të Tuzë, shfrytzuam rastin në një promovimi që u bë i librit Gjubleta pasaporte identitetit kombëtar me autore Rita Kallaj Shkurtaj, ku ishte përfaqësuese dhe Universiteti i Shkodrës përmes prezencës së 3 pedagogëve që mbështetën këtë botim, dhe aty shfrytzuam nga rasti për të marrë një kartolinë të bukur urimesh, pra një kartolinë që vjen nga Tuzi. E ndjekim. Nëse të bërim një përmbledhje të punës së qendrës suaj, si ka qenë gjithë puna gjatë 2025-s? Mendoj se shumë e suksesshme. Normalisht kjo nuk na ban me ditë se duhet të dalemi këtu, do të vazhdojmë. Për këtë vit kemi promovuar dhe kemi shpalos shumë vlera të kulturës dhe identitetit kombëtar të shqiptarëve, por jo vetëm, por edhe pakicave tjera. Dhe se mramja sot me për mua është e veçantë, sepse kemi promovuar librin Gjubleta pasaport kombëtare, dhe unë kam kërkuar nga stafi im që ky promovim dhe kjo ngjarje të gjajnë vend veçantë në maratonin që tash e kemi nisë në datën 20 nëntor nga Uqini, pra maratona e ditëve të kulturës pakicave kombëtare në Maltëzi. Është një manifestim i cili është organizuar për herë të parë në vitin 2002 dhe jam organizuar 3 prej tyre me radhë. Atëherë unë isha antari qeverisë i ministër për mbrojtjen e drejtave të pakicave kombëtare të Maltëzi dhe nuk e di pse ka pas një ndërprerje 20 vjeçare, pra një jubile për të kthyer këtij manifestimi përsëri, dhe uroj dhe shpresoj se do të ketë një vazhdimsi pa ndërprerje. Qendra jonë do të vazhdojnë për promovimin e tyre vlerave. Normalisht nuk do të dalemi vetëm në Maltëzi. Ne para sa ditëve kemi qenë në Prishtinë, ishim në Sarajev, ku jetojnë komuniteti shqiptar dhe jo vetëm atje, por edhe do të jemi edhe në Shkodër dhe vende tjera në Shqipëri për qenë njeri me tjetër sa më afër, edhe pse mendom që jemi një kombi, ka disa gjana që ndoshta edhe nuk e dim vlerën njëri tjetër, dhe për këtë arsye besoj se do të jemi në shumë qendra edhe vende, qytete në shtetin e Shqipëri. Një urim për shqiptarët, kudo që ata ndodhen dhe po e ndjekin këtë urimin tuaj, çfarë do t'ju thonit atyre? Gjithë shqiptarët kudo që janë, uroj që viti që na vjen, viti 2026, të jetë viti i marrë për gjithë shqiptarët dhe të korim suksese, dhe sidomos uroj që të komunikojmë njëri me tjetrin, sidomos në rrafshën e kulturës. Janë eliminuar bariera, sidomos në komunikimin në të kësaj zone ku jemi sonte, Tuzi dhe Ulqini, me Shkodrën që ka qenë djepi kulturës çdo herë, dhe unë i thras gjithë njerëzit e kulturës, e di që ka gëtëshmëri edhe në atë anë, por që edhe të unë personalisht dhe kolegët e mi, për të qenë sa ma shpesh njëri me tjetrit, për të promovu vlera dhe për të regu të adresat tretë se sa të vjetër, sa të lashtë dhe që kemi në bagazhin tonë të trashëgimisë kulturore. Mirë mbrëma, unë jam Tomi Vezaj nga Tuzi i Malësisë Madhe. Përshëndes të gjithë teleshikuesit e Shkodrës, se në fakt kjo zonë është Malësia mbi Shkodrës, që nuk ndahemi as me kufi as me gjatë tjetër. Përshëndes gjithë shqiptarët kudo që janë, rënof Shqipni etnike. Kufi nuk ekzistojnë. Urime përzemërsisht nga kjo qendër, përzemërsisht gjithë shqiptarëve të kujdo janë, festofshin me shëndet, me gëzim, me familjar, me të afërm, me pasuri, edhe me thesarin e begatshëm
etnokulturor që i posedon kombi shqiptar. Urime. Lindje të viti ri, kush ka më shumë rëndësi në Tuzë? Po të gjitha festat ne i kem festa. Të gjitha festat i festojmë së bashkut, gëzohemi, festojmë, pavarësisht nga rritet, nga pozicionet, nga neve thome dhe si lafe, kështu malaca ka fushali, kupton, nuk ka këtu kurfe divergjencash në ato kuptime, ndonë se ka pas në histori diku, të gjitha historinat, të gjitha trevave, të gjitha zonave, mund të thomë që ka pa akaja floskula dividumen et impera, do më thënë, për qaj dhe sëndo. Këtu, pavarësisht nga tentativat historika apo parahistorike kemi mbjetua, edhe sot jemi këtu shnoshe mirë të gëzueshëm, të përmbushur me gëzim, me lumturi, edhe të përmbushur me ambicje për një jetë më të bukur edhe më të lumtur, gjithsesi neve si punëtor të etnokulturës, të folklorit, të thesarit etnokulturor, të stolisur edhe të obliguam me vazhdua me një vazhdimësi etnokulturore të pasurisë sonë kombëtare. Të gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen në përbot, i uroj një vit të mbarë, të suksesshëm dhe plot begati. Si ka qenë ky vit? Ka qenë një vit i mirë, i frydhuans, i mirë, shumë i mirë. Të gjithë shqiptarët kudo që jeni ju, uroj festat e fundvitit nga Tuzi. Uroj gjithë shqiptarëve kudo që janë në përbot, se jem anë monë votet, u dëshiroj suksesin jetu, dëshiroj suksesin familje, shëndet dhe çdo të mirë. Uroj gjithë shqiptarët kudo që janë. Jo vetëm këtu, në Shqipnin nanën tonë, por gjithë kuzinën në çdo shtet, në çdo kontinent. Dëshira ime edhe andra e shqiptarëve është fjala ime që i thomë edhe i themi shpejtit me bashkim kombëtar. Në familjen tuaj do të mungojnë njerëz që i keni larg në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Edhe kësaj herë si çdo herë familjarët bashkohemi. Edhe kësaj herë e kanë caktuar që të vinë do të vinë ata nga Amerika. Do të vinë nga Amerika të festojmë së bashku. Na jemi edhe familje male, ka të festojnë e të bashkohen edhe atje, por i pjesë të tyne e kanë caktuar edhe ka të vinë me ne të festojnë. Pra nuk vinë vetëm në verë, po zgjedhin dhe festat e fundvitit për të ardhur dhe u bashkuar. Ashtu është, ashtu veprojnë, ashtu punojnë. Faleminderit, gëzuar dhe juve. Gëzuar gjithë shqiptarëve e shpejtit me bashkim kombëtar.